Unë po paralajmëroj këte? Po si po e paralajmëroj unë këte? Po në qofë se kryeministri firmos dhuratën kryeministrore 100 euro për vot, nuk është përgjithësi opozicës kjo. Në qofë se kryeministri firmos mbjedhjen e 10 mijëra hektarëve kanabis për vot, kjo s'është përgjithësi opozitës. Në qofë se kryeministri firmos faljen 150 milion gjobave 2 ditë para zgjedhjeve, kjo nuk është përgjithësi opozitës. Cila është, thoni ju këtu, përgjithësia e opozitës? Çfarë mendoni ju se mundet opozita tjetë shëmbyll ndaj këtyre? Pa mundur, asnjëri i qytetëror nuk mund të mbyll syt para këtyre. Por këto që janë të njohura, se nuk janë të panjohura as nga këto. Këto pavarësisht çdo vot duhet numërohet. Ky është qëndrimi ynë.